Bismillahirrahmanirrahim. Ju nderuam kryesues, të nderuam të pranishëm, mysafir të nderuam profesor Bajgora, rektori i institutit, dhe gjithë kolegë, panelist. Ju përshëndes gjithëve. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Madhit Zot qoftë me gjithë juve. Tema ime është roli i vakfit në sigurimin dhe mirëmbajtjen e krojeve publike dhe ujësjellësit në Ulqin nga viti 1881 deri në vitin 1990. Arsyeja e kësaj periudhe, pra që unë kam marrë për hulumtim, është se më përpara apo dokumentat e më përpashme të vakfit apo të arkivit të qytetit të Ulqinit nuk ekziston më, pasi kohët e fundit ka dalë edhe një dokument i zbuluar nga profesor Bejtullah Destani, i cili pohon për djegjen e arkivit të qytetit të Ulqinit në vitin 1946. Edhe në këtë dokument shifet për një person i cili ka punu në Ministrinë e Punëve të Brendshme për një kohë, Ilija Vukmanović, i cili është dëshmitar okular i djegjes së arkivit, dhe aty citohet belev djegja e gjitha katastrove që ka pas qyteti i Ulqinit, qysh ma përpara para periudhës apo ma mirë me thënë periudhën osmane, dhe dokumentacionet e tjera, libra të ndryshme. Por ajo çka ka mbet në arkivin tonë Bashkia Islame janë disa shënime, disa regjistra, po në osmanisht, pasi siç e dini Ulqini me Kongres Berlinit i takon që të bëhet pjesë e Malit Zi, dhe me këtë fiton edhe disa drejta ku një prej tyre është edhe ushtrimi i fesë. Dhe krijohet myftënia e parë në Ulqin në kuadër të Kongresit të Berlinit dhe shumë organeve tjera të saja, ku ndër to përfshihet edhe vakfi. Edhe vakfi ka funksionuar në kuadër të kësaj myftënie, në kontrollin e saj, në kontrollin e kadiut, dhe në kuadër edhe të marrëveshjeve, apo marrëveshjes së Kongresit të Berlinit, por edhe udhëzimeve që nxjerr Shehul Islami, qoftë në vitin 1881, po kështu edhe në vitin 1884, për bashkësitë fetare dhe muslimane që janë tashme në shtetet që janë pakica në shtetet jo muslimane, ku bëhet fjalë për Malin e Zi, Serbinë, Rumaninë, Greqinë, Bullgarinë. Pra gjitha këto përfshihen, edhe Serbinë, pra përfshihen në këtë marrëveshje. Ajo çka ka mbetur tek ne janë disa dokumente dhe disa regjistra në osmanisht që përfshin vitet 1881-1990. Në këto regjistra ka të shënum për ato këto që kanë qenë të vakfit dhe janë rujt në një farë mënyre, për ndryshe nga dokumentacioni tjetër që është djeg. Këto nga që kanë qenë të vakfit, ka qenë një institucion tjetër ku janë rujt të dokumenta, këto dy regjistra që unë kam bërë fjalë, për ka edhe të tjerë, të cilët flasin domethënë për vakfin, për të ardhnat e ndryshme. Dhe në këto regjistra flitet për të hyra, për të ardhna, për mënyrën e fitimit, për mënyrën e shpenzimeve e të tjera. Ajo që nga regjistrat që nga shënimet kemi zjarë në to, të ardhur të vakfit në Ulqin janë nga ullishta, dihet se Ulqini është një vend që ka shumë ullin, dhe kemi pas edhe maratonin, domethënë një maraton gjatë do ta quaj për 40 vjet me radhë për kthimin e ullishtes në Valldanos, e cila është marrë domethënë 40 vjet më përpara dhe tash si thush është kthy, dhe vakfi ka diku mbi 2000 rraj ullin atje. Nga qiratë e dyqaneve, nga qiratë e arave për të mbjellë, nga punimi i arave, nga
dhurimet e bamirësve, nga antarësia, nga sylyset, nga xhenazet, edhe paratë e vakfit. Dje ka pas një temë profesora Agroni, nga 10% ku kanë hyrë si të ardhna për kontributin e vakfit për të bërë bamirësi. Fushat të cilat imbulon të mirëban të xhamit, mektebet, medresen, ndryshimin e tyne, mirëban të pronat e vakfit, dyqanet, arat, ullishtat, mirëban të sahat kullën e qytetit, të Ulqinit, gjitha këto janë të shënuar në regjistër për shpenzimet e detajume që do të keni rastin kur të botohet që të paraqesim ato. Mirëban të urat, në fshatin Shnjerç, pra afër lumit Buna, Ulqini nuk ka lumej, por vetëm këtu është pjesa bashkute lumi Buna dhe këtë urën këto domethënë është mirëmbajtur, domethënë është rregulluar nga vakfi. Mirëmban të rrugët me rëndësi, pastron të rrugicët në kala, kryen të shpenzimet e në punësve të vakfit, imamëve, mualimëve e tjerë, u jep të njerëzve ndihma, u jep të njerëzve u ha pa dallim besimi fetar. Është interesant se në këto borxhet kur marren, domethënë ishin edhe të krishterë dhe musliman pa dallim, domethënë gjithë cili merr të borxhet në vakf. Mirëman të krojet dhe ujësjasin që kjo është tema e jonë. Në periudhën osmane, deri në vitin 1718, Ulqini ka pasur tushat të trazinat e veta. Vazhdimisht Venediku tentonte që ta pushtonte atë, apo me fjalë ta rimerrte pasi e kishte edhe më përpara. Dhe kur evitohet domethënë rreziku i kërcënimit Venedikas, për të parën herë Ulqini merr, si thosh, një qetësi edhe merr edhe shtrirje. Pra nga rreth kalaja dhe varoshi i tij tashmë shtrihet edhe në vende të tjera, pra në çarkishinë e Ulqinit, dhe kështu Ulqini hapet, si thosh, si qytet. Dhe për këtë domethënë lind nevoja edhe ndërtimit të qytetit, ndërtohet sahat kulla, ndërtohet beledia, ndërtohet gjykata e re, ndërtohen dyqanet në çarshi, gjitha këto ndërtohen nga vakfi. Por edhe ujësjellsi, që është një pikë kryesore që ndërtohet domethënë në këtë kohë, në shekullin 18, ndërtohen krojet publike, por edhe rezervaret e tyre, por edhe nga vinin nga borimet apo edhe nga shiu, të cilat bëheshin domethënë këto saranxhat edhe bazenet e ndryshme. Numri i krojeve këto të t'i shihnin në botim, për mas me marrë shumë kohë, to domethënë studimet flasin për 229 kroje, që në tërësinë e gjithë bashkinë e Ulqinit apo komunën e Ulqinit, 43 në qytet, dikur në rrethim 59, 111 në zonën e anës së malit. Aktualisht sot janë shumë pak që kanë me to kroje, por ajo që do të flas tash për dokumentet që bëjnë fjalë për mirëmbajtjen e krojeve. Mirëmbajtja e krojeve është kroni i skurajve në kalan e Ulqinit. Tu ka disa shënime, mjaft shënime në vakf, të cilat vakfi ka shpenzu për mirëmbajtjen e tyre krojeve, për sigurimin e ujit e tjerë. Kroji i Tophanes në kalan e Ulqinit, aktualisht i restauruar për Rotary Club. Kroji pranë xhamisë Seranes i prishun pa gjurmë, aktualisht kroji i Pashës, gjitha këto i ka financu apo i ka mirëmbajt vakfin në bazë shënimeve. Por duhet të ketë edhe shënime të tjera për krojet e tjera. Kroji i Pashës i prishur përsëri pa gjurmë, kroji i Bales, si më thënë, ky është funksional. Kroji i Kryepazarit i prishur pa gjurmë tani. Kroji i Çinarit në Ullisht aktualisht pa mbikëqyrje institucionale. Kroji në Bashbylyk të Ulqinit pa mbikëqyrje institucionale. Kroji i Begut në Ullisht pa mbikëqyrje institucionale. Kroji i Ujk në Gjerana pa mbikëqyrje. Po në regjistër flitet edhe për krojet e tjera si kroji i Haxhi Ahmetit, kroji i Doçes, kroji i Çarshis, restauruar nga komuna e Ulqinit, kroji i Syl Fejzës i panjohur. Ekzistojnë edhe kroji i vakfit në Ullishtin e Ulqinit, siç e quhen populli, por që tash është edhe funksional. Unë tu kam marrë vetëm disa shënime për ilustrim sa më pak, këto janë shënimet që i ka regjistruar vakfi në kretoren e vet. Ky është një dokument i vitit 884, i ndjeri Rahmetli Beqir Begu. Beqir Beti ka dhuruar vakfit 200 kurush për restaurimin me kronit të Kryepazarit, pra që fola ma përpara, apo kroni i Pashës në të njëjtën rast ku Rahmetli Hamide Ibrahim Xhafa i pa dhuruar vakfit 650 kurush për rregullimin e tij krojit. Pra gjitha këto janë kry nga bamirësit të ndryshme, por edhe nga të ardhurat e vakfit, por gjithsesi to kanë shkuar nëpër rrugë institucionale si vakfi ka qenë ai i cili i ka mbulu këto. Shënimet e regjistrit shohim përsëri.
Haxhi Halil Fici, Kroni Ballos, përsëri Sahat Kullen, to për shembull, urën e Shnjergjit, pra, Shnjergj Karjesin dhe Bullën, në Këprysyn, ta Amirate. Përsëri Kroni i Kalas, të Arna, ka shumë shënime, po një ka marrë vetëm disa sa mi paraqit. Ky është një regjistër tjetër, që vjen fjalë për më vonë, ku bëhat renovimet e krojeve, jo vetëm në Kalas, në Qarshi, në Tiranë, por edhe në rrjetin e Usjellsit, në relacionin nga kroni në Verit Kalas, pra, nga kroni i Shkurajve në kronin e Tophanes, si dhe pastrimi i krorit e Tophanes, po kështu vërejmë rregullimin e disa krojeve pa i cekur emrat nga bazeni i ujit të Qarshis e deri te kroni i xhamisë së Pashes. Përsëri ka disa dokumenta për punëtorë të cilët kanë punu dhe të janë shënu që i kanë marrë të hollat për punët që kanë bërë në tubacionet e rregullimet e ujit dhe ujësjellësit. Përsëri prep këto kena dokumenta, kroni Tophanes, përsëri vakfi madh, dihet se ka ekzistu vakfi madh, unë nuk po hyj tash me shpjegu si ka qenë, domethënë vakfi madh, vakfi i mesëm, vakfi i nalt edhe vakfi i poshtëm, që kanë qenë si në ndeg ti, plus edhe vakfet e xhamive. Kanë disa fotografi, atje është kroni aktual që është, kroni i Skurajve, pra të Kalaja, që ky është kroni i Sulejman Akskurës. Ky është kroni i Shenaret, nga këtu ka pas bazene të ndryshme të cilat kanë furnizu, janë dikun rreth 700 metër, nga këtu deri në Kalana e Ulqinit, pra ku janë furnizu, sepse Kalaja nuk ka pas mundësi, nuk ka pas burim, por krojet uji ka ardhur nga këto burimet e kronit të Xhenarit. Kroni i Begut, tan aktualisht sot janë, pa mbikëqyrje institucionale, sepse kur shkatërrohet një farë mënyrë vakfi, sidomos në periudhën ish jugoslave, që ku dëmtohet vakfi me të madhe, mesin pa ndërhyrje institucionale, pa mirëmbajtje institucionale, të paktën t'ja kishin zhvendos një institucioni komunal të kohës, por që fatkeqësisht nuk e kanë bërë një gjatë tillë. Ky është kroni Bashbëlyk në Ullishtin e Ulqinit, pra shihni to se ku është Sulejman Ag Manuli. Kroni i Ballos përsëri për këtë kanë dokumenta, kroni i Ujit në Xherana. Ky është kroni i Qarshis, tash është i vendosur si kroni me shkalla, është një emër i ri, si më thon, por që sepse qyteti, domethënë rruga ka qenë shumë më poshtë, në periudhën e ish Jugosllavisë rrugët janë ngrit më lart dhe ka met poshtë. Dhe tash ti duhet më ul me shkalla, por ky është kroni i Qarshis. Kroni i Tophanes. Ky është kroni i Pashës, te xhamia e Pashës, është i nxjerrur për masën nga një arkitekte Özgür, që ka ardhur në Ulqin dhe ajo mbas fotografisë i ka nxjerrur edhe për masat edhe e ka përgatitur domethënë që mundet ndonjëherë me u bë një gjë të tillë. Tash unë vetëm sa do i lexoj këto dhe do e përfundoj. Mungesa e mbikëqyrjes institucionale, ku përjedhoi gjatë kalimit të viteve, krojet kanë pësuar dëmën nga koha, pllakat e tyre janë dëmtuar. Ndryshimet e planeve urbanistike të qytetit gjatë periudhës ish jugoslave me qëllim të mirë apo dashakeqes, pasoi me prishjen e disa prej tyre si kroji i Pashës, kroji në rrezet e xhamisë të Tarëve, kroji i kryepazarit, kroji i Qarshis e tjerë. Ndërkaq, jashtëqendrës së qytetit apo në disa lagje dhe fshatra periferike disa kroje akoma ruajnë ekzistencën e vet, po pa kujdes institucional. Përjedhoi disa prej tyre edhe janë dëmtuar. Vendosja e rrjetit të ri të ujësjellësit komunal dhe shpërndarja e ujit në shtëpi ka bërë që të mos ndihet shumë nevoja e mëparshme për këto kroje që kanë qenë jetike në më përpara, sidomos para luftës së dytë botërore. Mosrritja e kafshëve shtëpiake është edhe një ndër arsyet që mendoj që i ka bën këto që krojet mos me pas nevojën e krojeve më, është një arsye tjetër e mos kujdesit ndaj krojeve. Sugjerime, kam dhënë këtu, nga të dhënat arkivore në osmanisht ndërmjet viteve 881-1990 që kemi bërë në arkivin e Këshillit të Bashkisë Islame të Ulqin, shohim ekzistencën e mjaft krojeve në qytetin e Ulqinit dhe Ullisht, të cilët janë mirëmbajtur nga vakfi i madh, por që gjatë periudhës ish jugoslave pjesa tërmuese e tyre janë prishur me arsyetimin e nxjerrjes së planeve të reja hapësinore në qytetin e Ulqinit. Pra kanë dalë edhe plane të reja të qytetit, ku domethënë janë prek edhe krojet në një farë mënyre. Po kështu dëmtimi i vakfit nga i njëjti pushtet bëri që krojet e mbetura pa u prishur të mbesin pa mbikëqyrjen e vakfit, duke mos u zëvendësuar mbikëqyrja atyre me ndonjë institucion tjetër publik komunal. Njëherët pajisja e shtëpive në qytet me ujë nga ndërmarrja e ujësjetit komunal bëri që këto kroje të humbnin funksionin dhe vëmendjen e mëparshme.
Për krojet e mbetura, duke e ditur vlerën e tyre kulturore historike, duhen ndërmarrë masa që ato të valorizohen dhe të vendosen përsëri në funksion dhe në shërbim të komunitetit. Valorizimi i tyre do të përbente edhe atraksion turistik, pasi që shumë prej tyre kanë dhe tregime e legjenda interesante, si dhe kontributin institucionit të vakfit të dhenë në mirëmbajtjen e vazhdueshme të tyre në funksion të qytetarëve dhe rujtjes së tyre si monumente të trashëgimisë kulturore të Ulqinit. Do të ishte me vend që ndonjë krua, sidomos pranë atyre kroje ku ka hapësirë të gjelbër, si kroni i Begut, sidomos kroni i Bashbëlyk, i cili ka pamje mahnise në drejtim të detit, të vendoseshin ulse për pushim, çka do të paraqiste jo vetëm një pasuri për komunitetin që jeton në Ulqin, por edhe një atraksion shtesë për turistët që pëlqejnë të bëjnë shëtitje në natyrë. Prandaj sa më parë që të valorizohen këto vlera të trashëgimisë tonë kulturore historike, aq më parë do të çojmë në vend amanetin dhe vizionin e ndërtuesit të këtyre krojeve, a vakfit si mirëmbajtësi tyre për gjatë shekujve së bashku me kujdestarët e tyre. Ju faleminderit për vëmendjen, nuk do zgjas më tej.